Opinionisti i Big Brother VIP 4, Arbër Hajdari është shprehur në Prime se debati mes Gjestit dhe Rozan Aradit ishte një situatë e kurdisur prej tyre për të minimizuar hyrjen e Egli Takos. Për mua ishte befasi kjo ndërprerje e menjëhershme e miqësisë që doli nga hiçi. Mendoj që kjo është një situatë e kurdisur nga të dy, edhe nga Gjesti edhe nga Rozana. Që të dy janë gjahtar për të kapur situata apo për të krijuar dinamika. Dhe këta të dy e dinë shumë mirë se e kam testuar edhe më përpara, që kur këta të dy debatojnë pjesa tjetër e shtëpisë është inekzistente. Dhe mendoj që sherrja atë natë u bë për të minimizuar hyrjen e Eglit atë natë dhe e gjitha kjo ishte e stisur dhe e kam bindjen që këta po ecin në bashkëpunim me njëri tjetrin. Nuk më pëlqen kjo strategji që bën Gjesti për të treguar që Rozana është më lajërtin, tha Arbëri.